Të dashur shqiptar, kjo që ka ndodhur sot është e frikshme. Sot është dita e fundit e shkollës, por unë jam lutur drejtoreshës që të më lejoj të vi këtu në këtë shkollë, sepse nga dashuria që kam për nxënësit, nga dashuria që kam për gjuhën, unë këtu gjithmonë krijoj diçka të re. Dhe ajo ka rënë dakord. Kështu që unë jam i vetëm në shkollë, shkolla është komplet bosh, jam i vetmi mësues këtu dhe roja aty poshtë që nga njëherë dëgjon ulërimat e mia kur bëj ndonjë zbulim. Pra jam në shkollë, nuk po paguhem, thjesht po shfrytëzoj ambientet sepse këtu është qetësi e plot. Jam izoluar komplet nga bota dhe jam me fjalorin e gjuhëve indo-europiane që kam botuar falas në internet, mund ta gjeni kudo, mjafton të shkruani emrin tim dhe mbiemrin dhe fjalorin Indo-European Languages dhe mund ta tërhiqni falas nga interneti. Kjo është puna ime 30 vjeçare. Dhe sot do të mësojmë fjalën lyp. Fjala lyp është në gjuhën e arbreshëve. Kur ata kërkojnë falje, thonë lip ndjes. Tani, këtë fjalë, lyp ndjes, e kanë Helenët. Lipame, do thot lyp ndjes. Më vjen keq. Më vjen për të qarë, sepse është zbulim që nuk do ishte bërë kurrë, sikur unë mos kisha studiuar dialektet arbreshe, që janë disa. Pra kjo formë lip ndjes kryesisht përdoret tek arbreshët në Sicili. Dhe kjo është lipame në greqisht. Tani, gjuha shqipe ka mbajtur dhe variantin e lashtë dorike lype, që do thot dhimbje. Dhe nga fjala dhimbje është krijuar fjala më vjen keq, lipame. Por shqiptimi i lashtë në dialektin dorik ka qenë lypame, me y, siç është në dialektin e gegnishtes. Gegnishtja është më afër dialektit dorik se sa toskërishtja e përdorur tek arbreshët në Sicili. Kjo është çmenduri. Tani si e bëra këtë zbulim madhështor? Ky është fjalori që unë kam botuar në internet falas. E shikoni? Kjo është rënja 1195, rënja leup me bashkëtingëllore të pazëshme, leub me bashkëtingëllore të zëshme. Me bashkëtingëllore të zëshme gjendet vetëm në gjuhët gjermanike, ndërsa me bashkëtingëllore të pazëshme gjendet në gjuhët kelte, gjendet në një pjesë të gjuhëve gjermanike, gjendet në helenisht dhe në shqip. Tani, shqipja e ka kthyer unë në y, po ashtu edhe dialekti dorik, ndërsa në greqishtën e sotme është me i, si në gjuhën e arbreshëve, lipame, por ka qenë lypame në gjuhën helene të lashtë, nga fjala lype, që do thot dhimbje, kjo është bërë lypje në shqip, që ka qenë dhimbje, tani është bërë lypje ndjes dhe me kuptimin me lyp. Kërkoj. Po ka qenë me kuptimin kërkoj ndjes. Tani, kjo përkon me fjalën shqipe labë, që ta dini, është këtu. Në gjuhën latine kjo është liber, do të thot liber, një lloj, ndërsa në shqip është labë, që është lëkurë druri kur shkruhej libri. Pra, ilirët kanë shkruar në dru, prandaj nuk ka mbetur asnjë shkrim i lirë. Është origjina e fjalës liber në gjuhët bija të latinishtes, por dhe në shqip. Ndërsa në shqip në origjinal është labë. Kjo mund të jetë origjina e fjalës labiatan, ata që shkruanin libra në dru. Pra nuk vjen nga fjala labia buzë, siç mendoni më përpara, vjen nga fjala labë e shqipes, që do thot lëkurë kur shkruanin ilirët në lëkura. Dhe kjo përkon me fjalën lype, që do thot dhimbje në helenisht, mori kuptimin lipame, lyp ndjes, ka mbetur në gjuhën e arbreshëve
me lyp. Tani, gjë më e bukur është kjo. Në gjuhën helene është në formën pësore. Lypame, ndërsa në gjuhën arabishme është në formën veprore. Lyp. Ju betohen. Tani, kjo formë lyp gjendet në gjuhën dorike, që është zhdukur. Lypeo, me lyp, si në Shqip. Nuk dihi kjo sepse kjo është gjetur vetëm në mbishkrimet e gjetura në Iliri. Këto janë mbishkrimet ilire, dialekti dorik të dashur shqiptar. Janë mbishkrimet e gjyshëve tanë. Kjo është për të qarë. Labja tanë, pra do të thot ata që kanë shkruar në lëkura. Prandaj shkrimet ilire janë zhdukur, kanë mbetur disa mbishkrime në për tempuj të ndryshëm. Ky është dialekti dorik. Kjo është e frikshme. Këtë zbulim nuk do e kisha bërë sikur drejtoreshat mos më kishte dhënë liri të plot, sikur t'isha pronar i shkollës. Këtu jam vetëm në shkollë. Mund të krijoj filma sa të dua. Çfarë të dua? Asnjë universitet në Tiranë nuk do thoshte merre zoti profesor të gjithë shkollën përdore për qëllimin tënd, fisnik, kuptohet. Prandaj, të dashur shqiptar, ju lutem na ndihmoni, sepse me ndihmën tuaj financiare do potoj të gjithë transkriptimin e filmave të mi që janë bërë krejt spontanisht, por për fat mirë, Gjigandi, YouTube-i, ka lejuar që të krijohen titrat në anglisht, por edhe në gjuhë të tjera të gjithë filmave të mi. Kjo është një mrekulli. Mund t'i tërhiqni titrat dhe t'i botoni si artikuj falas. Por unë do doja ndihmën tuaj, sepse do doja të udhëtoja pikërisht në vendet ku janë arbëreshët për të studiuar dialektet arbëreshe. Ju lutem na ndihmoni. Ndihma juaj është e paçmuar. E shikoni, ky është fjalori Juve Indo-Europiane. Unë e nxora falas këtë në internet. Ju s'keni paguar asgjë. Mund ta tërhiqni në çdo moment, ta studioni. Mund ta botoj Akademia e Shkencave të Shqipërisë. Falas. Është një mrekulli. Unë jam Nën Tereza e Shqipes. Ndihmoni Nën Terezën, ju lutem. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor. Pra asnjë shkollë në Shqipëri nuk do më kishte dhënë të drejta të plota që të bëj filma në ambientet e universitetit falas. Ju falenderit për vëmendjen dhe mirupafshim në filma të tjerë. Ju lutem na ndihmoni për këtë çështje themelore për gjuhën shqipe.